me veçu që flet për një sistem shëndetësor që se ka ndërtu si duhet. E din ta them një nuk është sekret, sepse Albin Kurti e din. Kur ka qenë Albin Kurti i shtrim në spital, Ramush Haradinaj që ka qenë kryeministër, pyeti Albin Kurtin çfarë kujdesi ka pas pikërisht Ramush Haradinaj që kryeministri i Kosovës ndaj Albin Kurtit në spitalin e Prishtinës. Po mirë dhe unë po them që ne po ajo tema e cila është bërë për shkak të mungesës probleme që janë shëndetësi, jo për familjen e Okej, që ta për një non tre herojve nuk shkruhet ashtu. Nuk shkruhet ashtu. Po nuk shkruhet as Adriana. Që në koalicion me listën serbe. Kanë votu lista serbe bashkë me lëvizjen vetëvendosje, ligji për pokrin minimal. Po jo besa kanë ndosh votat e tyre. A kanë votu? Se unë nuk kanë ndosh se na s'kena pas kontakt me ta. Artan. Kanë votu. Ja pelir. Proces verbali ku vend. Na nuk e kena prit listën serbe vetë sa hatë 12 orë. Mirë u prit, është votu. A ka çaj koalicion, çaj qeveria ka bushtrinë e Kosovës. Po mirë. Tash ai vjen që lista serbe që nga aksionarë e krimit të shtrisë Kosovës. Unë mendoj që ata lista serbe ka qenë pjesë e koalicionit qeverisës, ndërsa na nuk kemi qenë me listën serbe në koalicion. Keni pas qeveri? Jo. Po qysh jo? Jo, ka qenë veç pak, veç ta dallojmë. Koalicion dhe karika dallon, ti e din. Te atë lutem. E ki obligim një partisë më të madhe me rezervu një vend. Ndërsa kur bën koalicion ai kur e pret te dera kuvendit aty me shkruaj. Ama tregon një rast për shembull, çajo qeveri që është vorë me votat e listës serbe, që ka marrë një vendim të dëmshëm për Kosovën për shkak të listës serbe. Domethënë ç'kjo argumenton masana këtë. Nuk e di çfarë vendime po don ti me bën. Zoti Bajqinovski, ai duke vetëm pak. Ne që të shkojmë vis-a-vis kësaj çështjes që e hapi çështjes së listës serbe me që u bë buje e madhe, sidomos në Komisionin Qendror Zgjedhor edhe me mos certifikimin që ka hasur në një kritik të ashpër amerikane, britanike, ndërkombëtare, edhe që oponenca politike edhe kritikët tuaj si subjekt politik thonë se ju jeni duke tentuar ta krijoni një balon politike, sepse Zapi e kthem përsëri në pikën 0 çështjen e listës serbe. Apo bëni politik, apo tentoni ta krijoni një momentum në kuadër të fushatës parazgjedhore, apo si është puna? Puna është kështu. Spari, na duhet me po flasim parimisht kush është lista serbe. Edhe pse nuk duhet me u certifikuar, unë i kuptoj edhe shqetësimet ndërkombëtare të miqve tonë. Ne kemi një listë serbe, një parti politike serbe e cila është vetëm njëra dhe ka dhe shumë parti tjera politike serbe në Kosovë. Pra nuk vdes pluralizmi politik me listën serbe, po me listën serbe ka vdek pluralizmi politik serbe. Sepse ata kanë marrë monopolin dhe i kanë shtrëngu parti tjera dhe sot ju e dini se kemi situatën. Tash, e kemi një parti politike serbe, si lista serbe, e cila nuk e nje Republikën e Kosovës. E kemi një parti politike serbe, e cila ka mojë 3 ditë zije për terroristët e Vrom. E kemi një parti politike, e cila nuk e ka asnjëherë, nuk ka kërku falje për rastin e Banjskës. Ata thonë që nuk janë pjesë të asaj. Po, kush ka qenë në kryetar? Kush ka qenë në kryetar dhe kush ka qenë pjesë të sulmit? Edhe unë mendoj që ata asnjëherë nuk janë distancuar nga të bërat e listës serbe e eksponent në këtë rast shefit të tyre Radojčić. Tash. Pse u ndo fondi për Prit. Fondi është ndo pikërisht për shkak se e kanë certifikuar. Nuk mund. Ja, prit. Fondin janë ndonë momentin. Mas Rosis Banskës po zgjedhje. Prit. Po është e certifikuar. Prit. Mos të certifikon tash këshyra ndohet fondi. Ja, se fondi dohet ku t'jesh kuvend. Po e ku nuk certifikohet nuk hin kuvend. E po këta duhet mos me certifikuar. A çaj votim KQZ që e nol mos certifikimin? A e nol zgjedhje lokale? Atam, veç pak. Në zgjedhje lokale, unë po them, mos të certifikojnë, nuk e merr fundin. Kur certifikohet është obligative. Qysh me dol? Po nuk e voton. Kush me Po e Pezapeja çka nëse Pezapeja po jo keq. Jo so keq, se Pezapeja nuk merret me çështje politike, po merret me çështje ligjore. Po kjo bie që është dashur një rrugë tjetër të ndihmës. Jo, me Benedikt apo nuk ka dashur me drejtori gjykatës, ose me vendim qeveritar. Ja, me vendim qeveritar nuk mundesh partin politike me ndalu. Jo me ndalu, po me shpall terroriste, po. Jo,
të lutem, ti bine këtë punë e den. Shumë mirë. Jo, organizatat mundesh me i bo që jenë terroriste. Si erojët e ura, mëse gabo partim politike me organizat. Ti nuk merresh me parti politike. Si organizat e shkallë terroriste. Jo. Gjykata me parti politike s'ka të bëjë. Hiç s'ka të bëjë. Gjykata smerret me persona juridik. Hiç, se kryes vepras penale nuk është person juridik, por person fizik. Vendim qeveria nuk mundet me marr. Mundet me marr për organizata terroriste siç kanë qenë erojët e ura. Është lista serbe organizata terroriste. Jo, fal. Është terroriste, kaq më aftë. Ki fokë, ki prova, e merr vendimin. Mef. Gjykata. Unë i kam kryer diçka, i kam kryer një 5 vjet juridik. Po edhe tani na morr me këtë